unë kam heq shtetësinë, se nuk ka shtet, këto rrumpall janë gjithë shtet rufion, janë gjithë rufione, janë të ndyrë. Vën rrugasin kryet qeverisë 16 vjet, në fakt mrekull gjithë isojën. Ky është mirë ndroje prap tjetrin. Si që ka kjo? Të dul vllavrasi. Shqiptarët e fare keq që kanë qenë kufim me Danumi, kanë në kush po të e meritoj. Mo fare poshtër Moska. Një po ku janë, një si janë. Roh partia. Babi bita, roh partia komuniste. Shumë ngarkesë pas. Po vujm kot më zotni, un jam pensionist, jemi të vujs po në lendër hat hajm buk shpiton më të kot s'ka kujdes shteti, paguajm taksën e. Një përshëndetje për gjithë ata që po na ndjekin, për miqtë e Piskut. Zotëria është një personazh shumë i nderuar për mua. Ne jemi takuar rastisht në qendër Tiranës, këtu ku jemi, por në një vend tjetër, duke më bërë të pyetje të Vox Popet, quhet Shpëtim Balliu. Dhe më ka bërë shumë përshtypje jo vetëm tek mua, por në ato se çka e karakterizon në vërtetësinë e vet, në thjeshtësinë e vet, në ato se çka shpreh që e ka brenda dhe e nxjerr edhe për të tjerët. Dhe pra ajo se për mendimin tim se çka i mungon sot shoqërisë shqiptare, pra të jemi të vërtet në ato se çka besojmë, ta shprehim edhe për të tjerët, ta duam edhe për të tjerët. Edhe ne nëse respektojmë të raportin minimal, besoj se shoqëria do të ishte në një nivel tjetër, nuk do të kishim problemet normalisht do ekzistonin, se kanë ekzistuar edhe në kohë të lashta, por ne do të ishte një shoqëri pak më e mirë. Jeta kështu është, jeta është luftë, përpjekje në rrugën e Zotit. E kemi ne. Ke pas shumë komplimente dhe shumë vlerësim për atë. Në rrugën e Zotit. Fjala e parë në Kur'an është lexo. Domthonë, unë e di ke shqipja. Po. Lexo, domthonë, profeti i thonë, ti e din o Zot, që unë nuk di me shkrim me kënim. Lexo thotë, domthonë, me emër të Zotit tënd, se aty vinin me engjël, me engjël. Lexo në emrin e Zotit, domthonë. Erdhi fjala e Zotit në mënyrë të engjëllit, po. Pra, ç'është kjo? Lexo mëso për Robi, një gjë nga tjetër. Si e kupton ti këtë pjesën e kësaj që i thot 3 herë lexo, domethënë, çfarë edhe kur zgjodhi një nga njerëzit që nuk dinin të lexonte, domethënë atë popull. Çfarë mesazhi merr ti tek kjo, domethënë, duke e paralizuar ndoshta edhe me situatën ku ndodhemi sot shoqëritë ose njerëzimi kudo nëpër botë. Çfarë nuk kupton leximi? Leximi kupton domthon që sa më shumë lexoj Robi, aq më shumë më i ditur, më i qilet jetë dhe aq më afër Zotit është. Por lexoj të vërtetat në emër të Zotit. Jo të lexoj se sot ka dalë në shumë të ashtu është amëlsu shumë puna e shejtanit, të paullit. Dhe më thonë, kjo e të paullit, thejmë këshone që a i vret fëmijë atje, ne thejmë hëmë se s'ka gjo, s'bot të shoh, për shemë, vret fëmijët atje. Pse? Pa që është kjo? Se thoshin dikur plejt që do vi kohëja ke baba, që do vishin gratë si burrët si gratë, do mushtë dënjoja me fesat. Ja, pra kjo është. Pra ka norma vesh edhe burri, edhe gruaja, ka fistikrin, ka lezetën e vetë, edhe bino, zino. Dhe më thonë si, bino, zino, ngreje burë, kush mund ngreje pallate e gjona. Bina, do ndërtesa. Ndërtesa, do mojnë gjo me vete. Zina është për imoralitetin. Imoralitet e rëmuj për një. Kemi ka që parashikuar që atëherë do. Po thuashin, do vi koha dhe një gjerë, dhe pse? Po se kështu përse do e muni zullumi, do muni zullumi, nepsi, njeriu ka neps, duhet frenohet, po kush nuk e frenon? Ai s'ka fe, që nuk beson ose që i beson sipas interesit dhe jo si çdo Zoti. Sa i që i fiton kënaqësinë e Zotit, kjo është i qetë, edhe që thotë tu jam përkohësisht, ai frenohet nga çdo e keqe. Dikur thoshin parton që Ebu Bekri pa disa fëmijë në kohën e profetit, pa disa fëmijë të uzon atje. Me njëri tjetrin, ishin të uzon ato si fëmijë. Për një kokër arë. Kush ta mori? Ja 2-3 fëmijë aty, ja ta mori da bërë gjona kështu. I pa Ebu Bekrin i thotë, ç'a keni? E këto. Për këtë zini, ja se ju ndaj unë thotë. E mori arrët tak e shtypi, ishte bosh. Arra, mrena ishte bosh. I thotë, ja, njoni këtu thotë. Bota thotë, kjo bota thotë, është kështu si puna kësaj arrës thotë. Gjatë thotë, ose ke bërë, si ka thonë, se s'kemi qenë, po dhe i thotë. Po, mesazhi i marti po. Është bosh thotë, shikon si është, kush fiton? Pra, është thotë, por këtë botë është nuk boshe. Është bosh. Po kush është ajo që i marrim thonë? Veprat e mira, punët e mira, se çdo gjë
është bosh, do ngeli këtu. Ajo materia pra do të qëndroj tu, Do nuk është ngeli diçka këtu, bosh. s'ka gjë, për bosh, ne thot punojmë mirë, cilën mirë, të marrim kënaqësinë e Zotit, të duam njëri tjetrin, të shkojmë mirë me njëri tjetrin. Kjo thonë na bën pa, kjo shkojmë ne me faturën me vete. Ku të lexohet fatura atje do thot kama pa kam hec unë kam thu sa do që do thush ti se do të vi këtë ënë do thush ja se kam bonte do thot dora pa e mora unë thot. E mora unë këtë gjë për shemb. Do dëshmojnë gjitha gjymtyrët. Do dëshmojnë gjymtyrët gjithë, se më thonë mo ko Zoti du të shohin, them po e pe, s'ka besim mo, ku të ngele besimi ty, po e pe atë, kush e beson pa e pa. Din gjo dorë kur merr diçka, kush i thot dorës ma e cilën, menje pra. Menje se të duhet që, po mund të thot dorë që unë kam i menje, e gjallë është edhe dora. Edhe kama kur hecën diçka, kush i thot, menje pra që hecë kësho, këthek kësho, ose që duim babën, nanën, edhe të njofim, të mojmë kënaqësinë e Zotit, që ta njohim Zotin, të njohim normat e njerëzillikut, e rregullit, si që e ka se me norma hesë, do çdo gjë tjetë me kufi, tjetë e pëlqyeshme ke Zoti, se kufini pra domethënë me të prisë është haram çdo gjë, kush edhe fjalët e shumta, edhe o burra, që do gjithë pasuri baje nga ne pallatat, një zoni këtu ke Sahati, ke xhamia, boni pallate, pa që, pse i aloj tjetër. Këto i kanë malle pa fundin e prap nuk ngopën. Edhe se i kanë pa fund, nuk ngopën. Pse? Nuk besojnë, nuk kanë shpirt, nuk dinë që do japin llogari dite. Ja kemi harruar atë, si mendon në raporti me atë se çka do të ndodhi nesër, po se besojnë shpirt. E kemi harruar këtë, po jo, po janë këto që se kanë pas besimin. Po këto me vrap në 67, nuk kam qenë 8 vjeç, në 67 me vrap kush mund të shemi xhamit edhe kishat. Pse? Po se kështu pra ishin me vrap, ja tash. Ato janë akoma. Është pasojë se çka ka ndodhur në 67? Po është fatura, po. Edhe ja, kush mund të shemi kishe xhamiet, pse? Për partinë, për ta shoh. Kush ishin këto rini atëherë, me këto Skëndergjinushta, Salberishat e çanto, këto të sotmi domthon këto. Që shemin atëherë, këto janë edhe sot janë të pa ngop. Po Zot na qenon rrugën e drejtë, pse? Po secili ka fenë vet. Ai ka fenë vet, nuk kanë fenë time, ç'pun ke ti pse vesh shomi thotë. Thot për vajzat që majnë shomi, po ç'pun ke ti? Sa mirë ti hecën deri këtu ose s'po thot gjoja ty. Ti shi punën tate, ma mose me arab, po pse arab, a një njerëz, unë s'po them ty francez. Po. Pse ti më thu mu ka arab, shqiptar më jemun. A dhe mi e share, a ke muslimon, Ymer Prizreni boj lidhën shqiptar, Prizreni se për me njeri, pse se ishe hoqë, ishe muslimon pra. Ymer Prizreni, Indri Cara, ishe muslimon, la Anglinë atje, në shkuj edhe jetën atje. Isa buletini, muslimon pra, as i emër rrugush nuk ke këtu, ke emrat e rrugëve këtu, lloj Jean d'Arc, Don Bosco, Torseverët e gjitha, as ke rrugë tamon me emër, tamon njeriu që ose i shesh, shqiptar që ka dhënë. Do më që ka dhënë, por po Indricara pra, po ja. Se s'është për shembull si pëlqen sistemi që themelun partia komuniste Mugosha me Popovicin. Kush e qenë ato? Ato themelun. Se vazhdon është po te zjatja e asaj se çka është. Shërbejnë, po shërbejnë. Edhe sot po një gjë. Venet e vogla po. Venet e vogla i shërbejnë të në të mëdha, po marrëveshja që bon me Stalinin, Churchilli, Ramsveldi vazhdon. 100 vjet i Shqipërinë e kanë lënë sllave, domethënë serbë. Ti shit kush qeveris. I 100 vjet kush qeveris. Si ka marrë qeveris vetëm nga jugu e poshtë, 100 vjet. Asnjë. Është interesant. Nuk është një Tirancë kryeministër, nuk është një Durrësak kryeministër, nuk është një Shkodron kryeministër, asnjë, po i 100 vjet. Kombine e poshtë. I 100 vjet më real, asnjë lloj majko, metashe, bufashe, gërnetashe, kot të gjithë, meksashe gjithë, asnjë. Tiranë thoshte nona ime me Pasi është lindërit nga Durrësi. I thoshe ku janë Durrësakët me ku janë kryetar bashkie, vend Gjushdakua thotë. Nga është ky vend Gjushdakua me pas paske Durrësak aty. Kush është ky vend Gjushdakua ç'është? E boni Durrësin ç'si o bo. I ka ik emri Durrësi jo vetëm qytet në Shqipëri që është nga koha e romakëve, që kanë fitatit. E kanë hum, e shkatruan. Vend Gjushdakua pra këto kështu këto njerëzit e këtyne. Gjithë e bëjnë qëllimisht me Durrësi hasier ka pas lloj Qeriako Mihalesh, Rita Markosh e Gjonesh, një Durrësak tamam që qeverisi ja, pse s'pas ke Durrësak ose i Tiranës, ma merrti katunarë nga tërpani me vej kryetar bashkien mes Tiranës, pse 24 vjeç pa pas si punë, pa e nderi ka pas me sa dush, e gjithë i poshtë diktatorët gjitha.
por njerëzit i mirë të punës, Hardin Çeliku në pas kombinat metalurgjik, nga atje boni ministri, ishin njerëz të punës mërdaj. Ose ajo tjetër që thonë të Lega Çuko ishte boni 64 kujtël grup për hektar, more të ngrejti, ashtë ishte punës, jo kapti 24-5 vjeçën e ngretën kryet vendit ku shjeti pa eksperiencë, pa familje, pa gjë, ose ky tjetër 16 vjet. Po 16 vjet ku shjet ti mrzëtnia se ku yll ball, plus si ti nuk ke familje. Nuk ka se je familje, kush se çaj. Ja, pse reflekton si brenda familje. Po kush je ti ti je shembulli pra. Kryeministri është shembull. Gjithmonë kështu janë zgjatur në Shqipëri. Pse? Se i don serbi, si don vet. I bë marrëveshje si mas me vllajën e vet atje ky tjetër ose në ato tjerë, gjithë me radhë, kështu kanë qenë. Si u bën 97. Po kush ka qenë drejtuesi më Çu po bën 97 më i mirë për Shqipërinë? Frak çupët me këto. Kush ka qenë drejtuesi më i mirë? Gjithë këto ngritën atë në Vlorë atje. Sa kishe ngritën në Vlorë. Kush këto pra Frok çupët, Nikol Lesat me gazetat e me këto frangët që janë këto e bon kështu. Po pse se ngreti 1 muaj përpara, 2 muaj përpara, kur u thënë lung të firmat. Shiko, me firmat jemi kundër, s'kan bëj lëvizje dal. E lën që të mushet, shkoi populli, më thoshën në mua herë këtu. Një mikesha ime ishte shoqja me shoqjen e Skënder Gjinushit, era Gjinushit. E më thonë, ti ma mjep mu letër njoftimin ti, ta fos atje unë, e në të mosh ti. T'jap që 10.000 lek, mosh 100.000 lek. Jo, ku i ke ka këto lek ky? Kush? E ma mos ka ç'po mketi ti si ka ti mosh. Jo, unë i du me. Si du unë është, si ke ka kjo kështu po kështu. Trak, ere. Ma jep mu letër njoftimin se fosun lek të mia, s'ka gale. Fosun tuaj për me emrin ta, s'ka gale. E ne i ke ti lekët, t'jap ty. Po i ke qylmë, jo mos si du. Më thot herë, aty ke studio, se kam pas studio, se unë ka punu mandator me këto veprat që i bon të shkatru, i prishin, i bon, si i fari janë gjithë. Se zgjodhe një vetin ato në kryet, ai që thot, aset kontar, Partia Socialiste, po më Sala. I vetim më aty qenë. Sala, që ka qenë aty. Po jo pra, pa aty, me ka qenë bashkë në burë. Po pse, pa aset kontar, pra i thoshe kur mreni ishe Gërmëzrujti që u vrar bën brosin shkollët atje shkreti, pse, se dolin lëvizje pra. E pra, kush ishe ministër? E jeti njëri. Ose tjerë të tjerë. Po gjithë tjerë, po se kololdashët dhe gjithë tjerë se doshin lullbashën pra. Por të nësanto, mu njëri vesh kush e vrau, pse u vra kjo se... Kjo ka lidhë me politikën, thë? Po që unë le këto uqërit e mëllajnë. A i se përnoj, thë bës më qisi mu tak, humi a i. I mëroj benzina policit, thë, tarë të vartën e heqë, s'merë vesh jo njëri. Sa Shesharak janë edhe me këto justifikime. Po, pra, humi Florini atje në krab, kush e mori? E mori zogu me qante. 2 kile Flori që mori zogu, atëheri 100 herë për menin mrapa. Si është kjo historia me zogun, me Floririn? Kush ku këto për s'di me hiqe, sa jojnë vetë mërë burë, se gjithmonë këtu kësho. Dhe më thonë, mas zogut edhe në veri janë zinjë ti tjetë, mas në veri edhe këtë tjetë janë zinjë në veri. Mas ti Sales, edhe Edi janë zi Sales, do vi tjetë dhe janë zi Edi. Dhe më thonë, gjithë tu në zi me shkojnë drejt sa shkatrat, do vi shkatrimi. Dhe më thonë, gratë si burët si gratë, më dhe janë me të cato bo rumpal. Shqipëria është rumpal, nuk ka shtet. Se po tjetë shtet, po s'hecën do të rrugës në makinët më zotëni, tu është në rrujtë zotë me s'u bo këtu. Qobe, qa fletë tu i qunatri, kishë dalë një atë djenë me i mi asoj hanxarë në dorë, kap për bërë. Po shtetit të lënë balës, për i dramës, për një rrugat, për që ka qenë Edi Rama, më thoshe një të herë, një shoku vetë i Edit, më thonë, o ti, më thonë, vizit në parë që i boni në Itali, thonë, këtë, se ka pas shok, ishë me Dinamo të dy. Vizit në parë që i boni në Itali, sekretar bashkia, thonë, më thiri, më thajtë, dhe vish po, në shku më bashkë, kur thot, tu, thë me, atë, thë me, që me anijën dhe më thot që kjo atë, se shkonde me traget atë, tu, këshon, një gjoj ka nek që thë, tu zonë, thë, 2 fermës, 0 fermës, i thosh, kush janë ato, thë, ama janë ato kurva, se s'du me e thonë, janë ato rrugazë dhe më thonë, janë ato, kush thë, më thonë, thë, ajo që njënën e ka puthë në skene, kurse këtë tjetër në ka aty që i thotë ati paloshi, këte i kishin atë dite, atëherë... I ka pas që atëherë, do janë ndaj gjore që atëherë. I thotë që, ama janë ato, këtë prasysh, s'po i thejmë, unë të se... janë ata, po. S'du me thejmë, esëm kjelbet goja. Unë, ku shkoj ke kryeministria, vjen eri qelbur. Vjen eri qelbur, s'kaloj do të atje, se është kjelpsin ligu molë. Pisliku mo, nuk ka shoqëri civile. Shoqëri civile del në një me vakë në vesh, thot që pse ka bokshop, pse, po janë gjithë paguhën pra. Si përfundum këtu në më shpëtim? Po kështu pra. Si përfundum këtu që njerëzit, kush e ka fajnë? Kanë faj politika, këta, do me thonë Edi Rama, Berisha, Gjinushi, gjithë këto, apo populli? Investohet gjithë. Investimi është, investimi sërb,
Pra aty Investojnë këta investojnë ke populli pastaj. Investimi i madh është që gjen vetë to kush janë, to që të frok çupin të flasin, që të tjetër, i dal beqira të këto gjëra të gjithë, atë që intereson slavëve, që të marrin këto. Po ti ç'pun ke me mundi me musliman ti majtë ishte Janullata, si për shembull, ishte grek e vunin kryetar të ortodoksëve, s'tha gjon ty që ky është grek aty. Ose ky tjetër ishte italian kryetar të katolikëve. 4-5% jenë jo, po ti ishe imagjino ti ishin musliman 4-5%, ç'a do bësh do ishkesh me komre. Por do në vritë do në hashin gjallë. Po shumë zotë. Ta profitojmë në skajtë të tolerancës së muslimanëve të islamit. Po, gjënësi, po ne profitojmë edhe në botën tjetër, se jemi gjonë. Kush doroni, më dhe Zot pra është i durueshëm. Sa do që e mohojnë Zotin, sa ka që e mohojnë? Gjithë. Edhe Zoti i lën. Kjo si çka po ndodh në përbot për shkak se kanë mohuar dhe janë larguar ndaj Zotit, kjo çka po ndodh edhe me luftrat e me ka një fund, çdo fillim ka një fund. Domthonë shkon edhe kjo punë, po kështu do vi gjithmonë me. Por bota jeta është përpjekjen në rrugën e Zotit. Edhe kush mbledh më shumë më së ne për botën shpirtërore, ato që e besojnë, ai fiton. Ka tjerë që du vetëm të këtu, ose besojnë vetëm të këtu. Ku mërtnesha të uta, ose mërtja gron, ose tjetër. Kanë gjo me bete, ja. Ikën ajsa, ko Skënderbeu. Ki thoi ajo, i thoi di Rama se Skënderbeu. I thoi Skënderbeu. Në unë, që se s'dil prapë e tot më fali, se së Skënderbeu, unë së këm fort kjep Skënderbeu. E respektoj si shtetar, kësho po. A njëjtë, orë ti mikë, shimër të falë Zotit. Si në shkuptim se nuk... Këto festojnë 28 nëndori, e festojnë vetëm si datë. Por pse nuk e festojnë edhe si vit? Flamuri herën e parë ka ngejtë Skënderbeu, e diun. Ku e ngejtin Kruj, me 28 nëndor. Të nuk shkon asnjë, në harru Kruj e parë. Nuk e harroj njëri herën e parë, e festojnë vetëm dytën. Pse? Sa shu donë masonët pra që futët. Sepse ai zbritin dorë se në shkojë ngejti flamurin, futin xhep e ngejti atje në shtëpi vet. Lor, pse se ngejtin Kruj mërdaj. Si çifut, çlidhe kanë çifutur tu, se kuptova. Me 28, ë? Çlidhe kanë çifutur. Masonët, përpara ka që mason, slavot çifut. Sorosian tash, këto janë çifut dhe janë tash në fund më. Se bashkëpunim janë gjithë. Po e shkon e ngejti atje. Pse se përmend njëri Krujin mërdaj. E ngejt në kush i Skënderbeu, në një Kruj, pse shkove të ngejsh Kruj? E në këto kur e festojnë, sheshe flamurin blorë, po jo më da në Kruj. A ngejt i Skënderbeu në Kruj, po, që lidhe ka? Po jo, po a i spriti i sa buletinin, se priti po jo, si është e historia, si është e vërteta e asaj, si që ndronë? Po e ngejt i vetë, po për të morë atë pra, labë dhe militorët, ne jemi këtu më Shqipëri. Për atë skeme që vazhdojnë edhe sot, domethënë që skemi kryeministër edhe lebri, gjin, gjok, që janë to gjithë ato lebrit e ne, gjithë. To janë te që ikën atëherë ku diqë Skënderbeu, do ikëshir për në Itali, gjasme kësho kishin frikë to gjinë unshat, gjok, gjik nurët, gjik hurët, që janë to gjithë, gjonë, det, do, datë, gjithë ne, edhe kësho janë një ratë, një prerje. Që vetëm ato du në sundojnë, ne Shqipëri mesme, në kanë vonë budalik, jo e budalik, dini gjonë jo. Po të shkosha ne kanë mojtë tokën e vetë, tukën e edhe zoptun gjitha. Majtën edhe atë, zoptun edhe të këti? Zoptun e këtu, e ne thejme hama, se s'do mojnë gjo me vete. Zoti shpëtim, si është jetën nesërme? Si mendojnë që të bëhet ky vend, mendojnë si të rregullohet diçka, edhe si mund të rregullohet? Atë e dini më dhe Zot edhe Allahu ja jep robit vet siç e meriton, atë që i meriton e jep. Ne tash shumica atë don, atë meriton, atë jep Zoti. Pra çdo popull meriton qeverinë që ka. Qeverinë që ka, nuk diskutohet. Pra post lëvizin nga ne vetë, për brenda njëri tjetrit. Po nuk u bë sebe për robi. Robi, po, nuk lëviz jo. Po nuk hudhe fare në të në të punosh, të prashisësh, të gati se Zoti për një të ka dhonë men, dur, kom, gjithë. E ne, jo, zëpresim në nga qili, zëpresi, thesim e oriz, jo. Mille orizin, kore, gati të betone, për ne, ta jep Zotin bas të punës që i bon. E dëkohin e fmit, hajde këtu ka baba, jo me thonë qenit keqen mami, qenit. Ma qenin këtu të keqen mami, po si thutim, qenit ke i thosh i ditë një, po qunit ke shpije si thut, keqen mami, e me se kon fiksim, thëmu, po pse i sojen si qenit si qun, po jore thosh si thut, si thut, fmi si thosh të keqen mami, e në qenit keqen mami. Nuk bëhajer pasaj këj vend shumë, pse, kafshë ka punë e vetë, ne mashim në pro borë atëre, s'kishim zile, vite miku, filon. Pse për shkak zile, për efekt zile s'ka qenë qeni lefte, po. Zile. Lemrote pra, ham, me thoshe gyshi, dilke baba të kush, se kush pa e, se o të lef qeni, ka njëri, dilshim ne po, e ne shkojnë, kush që i thoshim o të qene, dhe meshe miku në fusim në shpi. Fike zilen edhe? Po jo qenin me majtë në shpi, në shtrat,
krevat, mace po, gjithsesi, se kafshë është po prapë, shërbej hulli bukën atje për jashtë. Po jo të vesh bërë... Qenit. Kurse mace rrinë me në shtëpi se kap mitë, dakord edhe atë respektoj hulli me harë bukë, po jo të bërëzosh që ti thush të keqen mami qenit, keqen mami ty se i mirje, ama se kam fiksim. Po si e ke fiksim? Që ta lem pak politikën Miran, të flasim pak për këto raportet, çka kanë qenë më para midis njerëzve, me njëri tjetrit, me komshiu, me fqinjen që the pak më lart ti, domethënë, pse jemi larguar kaq shumë me njëri tjetrin si shoqëri? Ç'a është fut mes domethënë që kanë larguar? Jo, vetëm shoqërinë, po edhe me të afërmit tanë. Është fut më tepër paullësia, largimi nga rruga e Zotit. Largimi nga rruga e Zotit. Po kjo është largimi nga mësimet, nga familja, nga ajo s'po duan më familjen o botë që thot merr mund për shembull, gose më thot dikush që ora thot mund më hap sy thot për në nuse për çon tani thot ke në një të i thashë po ko martesë s'ku po merret vesh më po jo më thot më kshon po të besoj ty thot po ne di thot që bën i zjat thot një thot po ne po them ty thot se folë me dikon. Vështirë, a jam thonë, ik unë zdoroj dot mamin tem thot në shtëpi do doroj unë atë thot. Më thon një atje, domthon në punë. Ku ishe ke puna? Po, e qartë. I thash unë atij shok, ku një goca me vjen shok pune. Ku e pada. Po ato thonë moja, po i ka thonë zdoroj dot mamin tem, doroj atë unë thot vjerë jo kështu po ashtu. Po ti shtëpi veç po. I thash po, a do bësh me fëmijë nesër ti, si do t'i lef ju fëmijë vetëm si është rritur shumë numri i të rinjve që nuk martohen. Po se s'kan nuk duan për më edukat. Për çfarë? I shmangin përgjegjësisë, nuk duan përballë me përgjegjësitë, me jetën. Po kështu pra kjo është puna që janë bë, vetëm duan pasurinë, edhe zona si gjë, vetëm të kenë parat, kenë makina dhe kaq këto e bëni droga, llafet e shumta, edhe shteti investimi që bën këto. Investimi e psen si ka ato. Epstein. Kjo pra është. Po njëta gjë është gjithanë si Epstein. Kështu për hapet pa kanë punuar ato për hapet edhe shiho, për hapet. A vash për hapet. Ka zënë vende në shoqërinë tonë Shqipëri. Absolutisht, po jo, po është në Filiza. Në Filiza për kështu se se hape kjo fillim rezultatin. Fillon, hapet. Kjo është në shkatërim të shoqërisë. Shkatërimi i shoqërisë. Kjo pra është. Ku t'ja vë më shumë fajin ti që nuk po ndodh kjo lidhja, domethënë që nuk po krijojnë familje të reja, ja vë më shumë fajin, kanë më shumë ato kanë dëmtuar femrat apo meshkujt? Kush po të pauzurit. Nuk mund të ndash dot. Po jo, një me edhe femrat. Ku anon më shumë? Kush nuk duan më shumë femrat apo meshkujt? Kush nuk duan më shumë marrin përgjegjësi që të martohen? Varet nga edukata pra. Nga shohem, edhe ashu ka, se rob Zoti është edhe femra dhe mashkull. Po familja, çfarë roli ka luajtur? Bile nono është më, femra është më ashtu, se Zoti ka vlerësuar. Edhe profeti unë jam i fesë muslimane, profeti ku po hypte në hutbe me dhonë ato, mësime, do mund të bëndë ose deklarimi që do bëndë për atë ditë, i tho, bismillah, po hypte shkallët, o Zot fale nonën temë, o Zot fale me Zot ullet, o Zot fale nonën temë, o Zot fale nonën temë, në fund herë e 4, o Zot fale babën temë. Një nga shokët e kishin një gjuhë të poshtë, në fund mas i marrun dhe në pyet, o profeti Zot pse thej, fale nonën temë, fale nonën temë, fale nonën temë, dhe i herë thej babën. Thej 3 herë për nonën dhe fale nonën temë 1 herë për babën. Pse thot kështu 3 herë për nonën, thos o Zot fale nonën temë se më ka bajt 9 muaj në bark. Kishte qenë baba zamatë 9 muaj. 4-5 muaj dhe hutët kishte qenë mashkull. I ka bursa më çmeni këta dëmajnë, se fëmijë më do hatë, ke parasysh brenda. Po nonat janë më gjona, nona është nonë. Durimtarja ka vënë Zoti, si fa do të çanta. Patjetër. Mos ne thot 2 muaj thon, domethënë që 9 muaj thon majti, o Zot falë nonën teme, se ka sakrifiku, ka dhënë nga ushqimi vet që hante vet, i ka dhënë atje. Se i gjallë është në fëmijën në barkun e nonës, po se di për jashtë është ka baba për nonë. Kurse ne i dumë me i pa gjithë, shep jo fëmijë në barkun e nonës, ka baba nonë, pra, ne dumë të besoj. Falë nonën teme o Zot, sepse ka dhënë 2 vjet gjë. Nga ushqimive që hante vet gjithë nga esencat e më të mirë ka dhënë gjë, qumshi nonës. O Zot falë nonën teme, sepse më ka dhënë me hongër 2 vjet derisa kam filluar me hongër vet. Edhe o Zot herë në 4, o Zot falë babën tem sepse ka punuar gjithë jetën në për fushat e në për arët tani ku kanë qenë në për punë dhe ne ka punuar më kam harë bukë shtëpia. Kjo është o Zot subhanallahu alhamdulillah, domthon Zoti është më i madh. Kjo është falënderimi takon Allahut dhe lavdërimi takon Allahut që
krijuesi i gjithësisë, mëshiruesi i gjithësisë, dhe furnizuesi i gjithësisë. Se s'do mojmë jo me vete, këtu do të lëmë gjitha, po kot është mania, është nepsi i robit, nepsi në ka të madh robi sepse i pangop. Ai ki beson Zot e din, ki do vdesi ditë. Se si dihet kur vdes. Ngrem tuk aty un tak vdes, maroj. Pse? Ta ke frikë nga vdekja shpëtim? Po frikëm vetëm nga Allahu i madh për që o Zot inshallah kam bëni jo pa dashje, pa e ditë, në vepër që si ka pëlqyer Zotit, o Zot më fal, se Zoti o falës, të fal. Na fal Zoti inshallah. Te i bën, Zoti thot kërko falje, se Allahu është falës. Por mo kërko falje. Vetëm sa i trembësh nga vdekjes domethënë për këtë arsye që mos ke bërë gabime. Po kjo është se tash këtu si rrojtë 20 vjet, si 50, si 90, si 100, prap i pango për robi, kjo botë duhet. Domethënë do të pango për robi me jetën. Sot në këtë botë, në këtë jetë, punoj më shumë për këtë botë apo për të nesërmen, për botën tjetër? Duhet sot si është. Jo, çfarë duhet, okay. Po këtu sot si ka shkuar. Se kur damojmë gjithë me vetë, kur dahajmë gjithë. Kjo është e gjitha. Tafmo e madhe. Kjo po bën kështu, Kjo është gjitha kështu. Rëmuj që ndjen pango. Si ka qenë më para kur ke qenë ti më i ri ose para 30 vitesh, 40 vitesh? Unë jam 67 vjeç. Të kesh jetë shnet. Po kemi qenë amin edhe të inshallah. Po kemi qenë më të qetë faktikisht. S'kemi pas kaq shumë stres. Se është shtu stresi tash. Se është shtu e keqja. Pasuria, mundësia e haramit, me drogën e gjanet, pasurohen kapën ato, në burra kush mund vrasi vllajën, ne këtë, kush mund ta fusin burgë, kush një që s'di më punu për di me bo poshtërsina, kapat shpejta e pasaj do t'ja hudhet i tjetrit. Nga ne është nga anës e ne, bëhe kryeministër e zëptoj gjithë, a thu daj mojme, këtu do t'i lojë gjithë, po mirë sepse po shkatron shumë udhëheqësi kujdo veni do jape llogari më të madhe para Zotit edhe në botën tjetër. Është përgjegjësi e veçantë kjo udhëheqje se thotë si ke udhëzu, si ke udhëheq, si ke do japsh llogari më të madhe edhe për siç do japi llogari edhe i pari shtëpisë, baba. Kryetari familjes, do japi për familjen e vet, si ke eduku, si ke udhëzu. Jeto llogari, kjo botë është llogari për në botën tjetër. Do japsh sa mirë fatura dritëve, vjen aty deri në fund muajit do të çosh faturën atje, ata thotë kaq tek. Edhe këtu do paguash faturën, shkon fatura atje para djatës edhe majtës. Ai majti ka majt minuset, ky djatit ka majt mirat, pluset. Do dalje kjo, kur do dalin këto pasaj këto i fshin ato. Po lumë mjafton shpëtim është përdoret shpesh si shprehje që mjafton të mos bësh keq dhe të bësh mirë. A është e mjaftueshme e gjitha kjo për të jetuar një jetë mirë dhe me qenë sa më afër Zotit? Mjafton, domethënë se e gjej shumë si shprehje dhe mos bësh keq, por është puna që mjafton edhe të ushqehesh me të mirë, me halal, domethënë. Edhe të flasësh një fjalë të mirë, sado që kënë pa edhe të thush një udhëzim të mirë, e shef të uzon atje me qetësu, dhe kjo është një mirësi. E shef dikush aty që do ndërhyhet ti nëse ndodh një situatë aty për shembull që po zihen dy veta, do ndërhyhet ti për të do jemi në mënyrën se sot shohim një lloj indiferentizmi që do ndërhyhem me atë mënyrën teme, që mos ashtu, se edhe në 90-ën kur si është ajo shpreha që zihen dy veta ha një tret. Po, jo më si duhet të shprehë. Ne duam që kur ka lind kjo si shprehje? Ne duam me qetësu, në 90 për shembull u kapshin, burra këto ishin ca për shembull që ai kanë qenë për shembull atëherë kryetar partishe, kryetar këshillësh, do të jetë kur edhe në 91 që fillon lëvizjet, unë isha këtu u hullshin ato rap. Anë po shumë do se te ka pas kryetar frontit lagje, kryetar këshillit lagjes. A dhe kemi në pesëm kjo ore, thashu pas ka gjë, kjo është Lajone kë rob Zoti se na s'ka gale, dasho, ne me damor se po prit, do ka shos, s'ka gale, mos mërzit. Ha më moti më se në ka pi gjakun, po s'ka gjë, robi. Robësh. Ashtu ka qenë sistemi, do ta rregulloj me në hop qetësohet puna. Po zë thëmë ti mos bëj se do. Ja. Ajo u shet keqen. Sa shemi nuk kënaqet Zoti kështu. Zoti don që më dhon qetësi. I bull. I dërueshëm me fjalë mirë, jezoj bën vllapë po. Sot njerëzit ushqejnë më shumë të keqen apo të mirën? Në tërësi, mas, si është? Po ku kanë anojnë më shumë? Si që ushqehen, ashtu ushqejnë. Ushqehen me zullume, me harame, me gjona, pësho ushqejnë ato. Këtë du, kjo i pëlqen. Se me që ushqehen me zullume dhe me të keqen, me të huë, më t'ja huë t'i tetit, t'ja morë vlajt tem, t'ja morë motës tem, t'ja shu. Ashtu. Jeta ka qenë më stresuese më para 30 vitesh, 40 vitesh. Kur gjën një të ri sot që thotë atëherë ishte kështu. Thoshte këtu rruga, thosh ai sistem. Ai udhë që ishte këtu,
mos kthe këtej, thoshe se unë, mirë në rregull, kurse sot s'di ka tezën, më gjatë s'di çat po, s'di ku t'ja marrë, se është duke sikur ke shtet dhe s'ka shtet. Sot ka stres të madh, se vjen një që mielani nga katunet kanë shtëpinë këtu, po kanë është me qera këtu se ka shtëpi tani. Edhe vjen boti pari forti zonës së ty lagjes mërti. Po çfarë fleti? Ore unë ishe tu hec në autobusit dite, ne I thosh me nova I thosh njëjtë, ore thosh unë qa thu ti thosh më vlla, hem tha mu. Thosh po këtu Tirana ka qenë 175.000 banor thosh Maria. Tha mu, është bën 1 milion thosh. Kaq ka qenë lana, kjo lanë që ka qenë thosh që dalin urit e zeza, po kjo lanë thosh që të urit e zeza. Këtu ka mësje la rosa thosh. Ati ke pallat me shjeta poshtë rishirat. Tash po të rosa më aty ngord. Thosh e kuptoti ç'a punë është bën këtu. Ai spitali Mretit që thonë to, Nën Terezë I vune emrin. Nën Terezë s'ka ditë shqibilës. Nën Terezë, pse o nona, s'ka pas fëmijë, s'ka kemë martume. Ishe gonxhe bëja gjiu, në rregull, punoj në Indi, atje ku që ashtë në rregull që shqiptare, po së di unë të ketë deklaruaj ose të ketë folaj shqip. Aja në rregull, po jo universiteti Nën Terezë, spitali Nën Terezë, aeroporti Nën Terezë. Kush I po emër daj, po ku digjonët e ki bon, pra, bëjeve në emër këtë pa, po vene universiteti ke plot. Që të thejmë unë, Alex Budo, mre, ose që të thejmë unë tjerë. Një intelektuali, një patrioti, një shqiptari, njeriu që ka kontribuar për të Po ka plot pra që ishte tamam I shkollës, ose doktorë e tje, po si. Handi Surqebekur, pozitë tjerë, ke plotë, handi Surqebek, ishe Tiranës, ja, s'duam Tiranës, pse handi Surqebek, po flisi gjithmonë emision darkë për fëmijët e për këto, doktor, ose të emër tjerë, ose Petrela, doktor Petrela, ose tjerë, ke doktorë tjerë, po jo, Nën Terezë, pse, Nën Terezë që është kjo, rruga Jeanne d'Arc, Konturani, Don Bosco, e tërcët vërcët, det ku diu se ka ky, frok ai tjetri, frok qupi, rrugë leka që është ai tjetri, po jo mërdaj, po kemi edhe ne ka edhe veni ato që janë, që qëndërnë vene më shumë mirë. Ore që të thejmë ty, rruga Faradin Hoxha më vlla, a njësa është me që donë jugu, me që së donë jugu I 100 vjetë, vene rruga Faradin Hoxha të patën. Pse? Po ishte profesor më zotmi, ka bo digët e hidrocentrale dhe ishte tamam njëri më vlla. Ishte Gjerokastrit tamam. Jo Gjerokastrit LGBT, si që Enver Hoxha. Se ishe në atje, ishte Vrioni, Jusuf Vrioni në Francë, po zjo Enver Hoxhani, pëse s'mori Jusuf Vrioni, ose tjera me që I doka nga jugu. Se ishin më me shumic nga jugu, për ne se jugu thot, po, ato që ka zjedhe, jo gjithë jugu, se unë kam miqë, juga I kam I dy forte, kam gjithë, njëzit tonë sa dush, Kush do të na kuptoj, na kupton për atë që s'ka të flasë. Po ne po themi kësho, biles ne kishim nga gjyshi që në jug thoshe ka baba Delvinjotët edhe Gjerokastrit përmet edhe kolonjë atje, të ajë njërë sashë më butë jenë dara, jo njëtë butë jenë të mirë. Po me lapë kemi qikë kujdes sashë, unë kam një lapë së dush. Po keni kujdes sashë se ndarkë për të zhë gjumë të ju e difuzi duart këtë qebet, kur të nërësh mjetë shqipë sashë dhe të këllo bosh. Për ne keni kujdes ashtë kanë thoshe, tipin e, kujdes, ose mirë ditorët. To thoshe keni kujdes. Tjerët janë moshu, kusë, na shë doli fërte. Po jenë këshu, s'palqërën dhe këni 100 vjetë. 100 vjetë më zdalish një, nuk pasë një kryeministër Tiranë më të mirë se Majko, ose se Bufi, ose se Meta, ose se tjetri, s'ka lezet, ose se Nana, ose se, jo ky Edi, ky s'është për kryeministër fare. Po ky pa e ma më gjatë nga gjithë. Po se e man ato Epsteini pra, që në to. Po këto pra majnë, se rosët. Shqipëria është e përdorur thua, po e kanë ata në dorë, po kjo është veni përdormës, Shqipëria 100 vjetë që ku ka nikë Osmanët, përdoret nga Europë, që se fut Europë Shqipërinë, që ka Europë Shqipërinë? Si është e vërteta, si qëndron e vërteta si pas ti për pushtimin Osman? Si e lexon këtë, si e shes? Po hiqërës në pushun vetëm ne jetë, të monë në Bullgari të gjithë, si që është përëndorime, ishte përëndori, si që në Romakët, si që në Bizanti, si që në po Romakët dhe kanë qenë edhe në Arabi, që do më thonë kjo? Edhe këtu këne, edhe Osmanët, po kësho pushtu gjithë Europën, s'kënë qenë vetëm në Shqipëri. Jo, me këtë që thej që në momentin sa ikën ata, ne u shkatruam, pra ishim më mirë ku ishim në pushtimin e Osmanëve. Por, më të qetë, më rahat, kishim gjithë Shqipërinë, ka qenë dhe Kosovë, Shqipërisë gjithë, ishim gjithë ba, gjithë. Thjesht jepin haraqin për ata. Po mima të do japin çdo shtetar, çdo njëri jo është shtetit. Japim sot haraç, japim sot. Japim më shumë. Më keq se gjithë to
Ato gjonat, të shpenzimet, gjithë gjonat shkojnë dhe Shkojnë atje. për në favor të Serbit. Dhe bëj ato dhe bëj ka, si gjo s'kanë bo. Si është S'kanë bo hiq. Ti the që Tirana ka qenë 100 sa mijë. 175.000 banor, ka pas Atlane dhe atë spital. Prapa i spitali Zogut, e mreti që ka bo mreti. Pse mos bëj spitale tjera, më thonë më ditë, mëse një kesë, po jo më spitale amerikane gjërë, më duhet, unë du spital shteti, se jam pensionist, du, pse keni, i mlodh njerëzit tu 1 milion, edhe prapë me spital. 1 milion e ca mërë ti Po ndërkohë që është bratisi gjithë Shqipëria, është populluar gjithë Shqipëria. Nuk ka shërbim rëzotni, nuk shërben njëri me të shkosh atje, thot dhe rradhë, ose dhe lash 20.000 lekë që në ty në kotën hajde prap nesër, pas nesër, smëroj njëri punë rëzotni, së është kështu pra, që s'duan vetëm dvojnë hajnë e dvojnë këto vilet edhe t'i lojnë këtu. Si është këtë për shpopullimin e Shqipërisë? Si është pas disa vitesh, do të ketë më shqiptarë të Shqipëri? Shqipëri? Është kjo, e mërë Sërber hak. Ore, ma mirë ishte të kishte qenë Sërbe vetë, sundon të vetë një parë Sërbë, se s'do bote gjithë të pisligje që kanë bote. Më mirë të sundon në një Serb. Më mirë Sërbe vetë. Se sa këshu me këto modele. Edhe ati do i vite keq. Po. Më shumë di vite keq Serbi si sa. Më keqërë. Po, ai do ishte njeri, ai që është i pasë, kurse këto janë hiqen si kështu dhe i shërben e ti, si edhe Lulbasha. Gjasme, se do të ishte opozitar, më i mirë Edi se Luli, se Edi është atje në balë, unë jam thotë në haj shnet, i merë shëtë si merë, dini për balë, dhe për tja i zote, sa mirë hojnë, se kolonta që hojnë të herë, të nësanë dhe gjonët, Edi sundon, bravo i qopë. Sepse janë të zhullë, se këto, doli Lulbash, hajde të dëmërën, fletën njerëzit të tjerë, më mrapa i shkoj e dorë. Po jenë s'kunë thë më, kumë thë i dibron mu, maje thësh, ju dibron thësh, në të smenë të burë, me këto ullë si majtë. Maje ka miu, thë, po. Maje the miu, në thë, maje thë, më thë vetë, e kishë nga në vetë të ty. E kom zonën të e, më thë, maje thë, ne the miu, thë. Miu që i thoni ju, thë, Dialektorën e ty. Tiranësi thë, mi thë, ka jo maje thë, maje, dhe më thë, mi thë. Edhe ato, pa ato i do një, thësh, po jo atje, qëryk, ju tha ju e, thësh, në thënë, me në ju qeshët, ha. Po qëtë bëj, po qërykët kanë ngilë, thëse, aty që kanë qepë për ti, i kanë thëmë, po qërykët kanë ngilë të që edhe qeshët. Thësh, po ju hoqët së fet gjicin, si shkoj femër aty, thësh unë, e me gjithë të vjedhje, se i do të njëri, thësh unë, gjithë të gjone, gjithë të skandale, sa fet gjicin, sa shpejt e hoqët, thësh, se ka bo prezent zyrë. Po këto, thësh unë, që i thësh të palosh ajo ati, thësh unë atje, ose gjithë të pislikje po shenë tunelet e rrugët e gjone, thësh unë, e ne hiqë, thësh unë, tu ka marë fund. Pa e më mirë, thë kje ke seliut, kom po navë me gjithë seliut, thësh, unë jemi të mojnë zot, po unë du shtetin, se unë të shithësh mu po më del nga qefi shteti, unë s'po du shtetin, unë du Shqiprin, du vatonin tem. Sa vite ka që ka dal nga qefi shteti? Valaj ka, 7-18 vjetë po, dhe më në ka, se. Kur ka qenë që mbanë një ka që periulla më mirë që ka pas deri diku shtet? Pa hiqë, se këtu vjen po tu, po ishe po. Valaj në kodë zogut, thoshe gjyshi që burë ne ke baba thoshe hesim 10 hapa para grus, vite grë mrapa se bote një cilë me gojë, sot të ke për kahon e ta mojnë grunë. Dhe më thonë, shtetë është kë, pa të herë dhe ishe shteti, një gjëntar ishen në kavajën më rëgozhinë, pas bote një gëk mëgë, ishe ta monë, pra po kë për shteti. Po erdhi Fanoli nga Rusia, deshi ruse nese, nuk ishe bende të fort. Të se dunë kështu pra, të edhe Fanoli tërce vërce, a i tjetër dhe më honë që nga e të në flamoni nesë, se dunë pra, merë prizeni, bo një lidhë shqiptarë, përsi se për me njëri, se ishe hoqë pra, e në gjithë. Abdul Frashi shkoj atje, ajo ishe lidhë e gjithë shqiptarëve, ja, se për me njëri. Plamoj, pse, se ju boshë. A ka intelektual sot Shqipëri? Masonët, valaj, pa edhe mund të ketë me, po... Që mund të qëtë intelektual? A mund të qësh intelektual në qofë se ti i ditur dhe nuk je shqiptar? Si zbatun, si bon ato kja shumë, që intelektuali është kotë sa me shkollë. Kur je me shkollë dhe nuk je në... Nuk je në dashuri, nuk je shqiptarizme. Patentën nga makinë kom në unë, po se këm nga makinë, se s'di me nga. Ato bishën e ty ku isha në punë, ku isha atëhere ke bashkia në punë, dikur ku isha në punë. Bishën, ishin orë të bishën aty ke punë, shofer dum-dumi ke spitalje e punë aty teknikë. I thoshin që hama mo, më thoshin mo, po ti thoshin je për partinë, po pëse s'majti partije ke shpije ty dhe i sa të biktu, shosh bo ku do, shofera dum-dumi, që ka uja atje, agjensie konsumit ushqimit që është atje, e kontrollet ushqimit, kontrollon e ushqimin që s'di gjo fare, s'di me lidhë shkur të vetë, i vjere qenë për vetët vetë, jo mu të kontrolloj, dina e ushqimin, mishin që vjen nga Brazilia, nga pse se i ka shërby partisë. I thotë e lafa tje kështë, në zonë, po që më dohet partitë, mu hasi partijës më dohet. Partitë janë bashkim bulletari njësve, me idejet dhe menimet e vete. Po, unë isha atëhere, po,
kam qenë, unë kur i thoshe se kam thoni hektun të me Recep Mejdanin e dojshë, po ishe të më burë më vla, ishe familjar, anë thosh, o te, ama masa ti, ku atë rep grue, di gjoj urt, pra i du njës, kësho pa i du kësho bandit, i du në ordiner, më s'ken familje, t'jen drogagjie, Do laca, cupa. Pa ishin burra, Recep Mejdani, Ermelinda Meksi, Musa Ulqini, Hamdi Jupa, e tjerë, Servet Plumi, po burra zotni, pra familjar, po jo kështu, po jo. Supa vlerësona një nga këto që ka politika, U shërbet që ka politika jonë, asnjë më- kuvendi jonë, parlamenti jonë, një nga to. Parlament asnjë s'është gjithë. Asnjë, ë? Po më pëlqen në një kështu, po pse ti them me emra kot Jo, në një. po nuk ka, nuk është më niveli. Jo, mërë burë, po karason dot. Ore, edhe me kryetarin e partë parlamentit, Vebi Diber, mund t'i karasosh të Niko Peleshë dhe Spiropordhët e qënë to, po s'karason dot, mërë burë. Pare 100 vjetësh, jo mo. Më karason këto me Servet Plumin e si. Por Po s'karason dot me Servet Plumin të mërë burë, ose... rritet mirëqendja, rritet zhvillimi teknologjike, ekonomike, gjithë këto se si i thonë këto, domethënë. Ku rritet, ku rrit? Që është, këtu s'ma thë si gjo. Këto që dëgjojmë, nuk i Ku është, po thote, Por si ka mundësi, domethënë ne shkojmë dekadencë. Edhe vezët i Parlamenti mojnë shkatërrohet. Maqedonia dhe pulës bëjnë më vezë, i mojnë vezë Maqedonia. Tu çdo gjë është e huaj gjithë me pesticide, gjithë ushqimet. Edhe ilaçet vinë kontrollume që t'jenë të mbarume. Unë zbonë në vaksinat e ishën punë, i bleva ato, i dhash nga 60.000 lekë për vaksinë, i bleva që Po do të ngjojnë apo për t'ja quke letra. Për t'ja quke puna. do të ngjojnë, por mos. Ja quke punë s'ka gale. Ja kam thonë atëherë, unë i kam dalë Kishe ballash. kështu drejt për drejt, kishe gjithmonë. Drejt për drejt, më ja, si ke ka jo. Pse nuk ka shqiptar? Po se du të bëj vaksinë. Me edhe një shok më pas ka antenë më dajt atëherë ku ishin punë. Edhe isha atje i antenë po ishte i radjes ai. Kurse ne ishim i mundim që bëmë antenën e nol. Më thonë, shpëtim është në Gjirokastër, robi mirë. Është nga këto kam emrin, s'ka rëndësi për emrin, më thonë, ti mos sa mirë që takova, i dhe mos sa kishi fillu vaksinët, i ke bëjë vaksinë, jo sa mirë, thonë, mos e bëj, thonë, mu vaksinët, dhe mos i bëjnë asin familje, pse? Njën gjithë s'ka du me i ka morë, kërë rrugaci, thonë, nga një, thonë, ja ka morë tëne, thonë, tëne, ku dion, nga Afrika Jugut e një, se du të shi, edhe, thonë, mu janë gjitha kështu, thonë, edhe për i njën si bë mirë, thonë, se ti ke qunë të rinjë, sot në unë i them qunëve të rinjë, them si rini më babë, ne që 17 vjeç hapshim sy, them, se ka vu zoti, ku t'gjeshmë një gocë mirë, ju themi 20 vjeç, 20 vjeç, thot, kush ka, po mirë më qysh rinë, qysh, dhe më hëngë shumë, pra imaginon, është nevojshme, vaksinët pra, po jo nevojshme, po është qetësi pra, femër mashkull e bëjmë o zot. Femër është qetësi për mashkullin, mashkulli qetësi për femrën. Pra, gjithmonë në rrugën e drejtë, jo në... Po jo, ne po flasim për gjonet pasër, të drejta. Jo më qeftës, nuk i dumne, se ato më qeftës i shep zoti, por gjykohesh ti për veprim gabuar, se ke bom se nuk më shep njeri, do të shofi zoti. Ato që bon veprime pasër po themun. Po media, sa ka ndikuar në shkatërimin e shoqërisë? Media, televizionet, programet e ndryshme? Media ishe bën se ato për atë punë paguan për të prish. Për të prish, për të shkatruar. Për Epsteini për që quhet ai atje. Pra, pas angit menja ke Epsteini. Po ajo është fiks skema. Po ajo gjithë burrat e shteteve që janë për datë kanë qenë, pra atje japin llogari, me prasin fëmijët e vegjël, i pinë gjakun ose shkon ke fëmijët e oksigjonit. E beson që ka ndodhur realisht kjo dhe ndodhur realisht. Po shësit po thot, me thonë mirë, po si s'ka ndodhur. Po a ndodhin këto që vriten fëmijët vegjël, si mos i besosh këto që kanë ndodhur, kur vriten fëmijët vegjël atje në Palestinën, të thonë, ha mama se kur qa pa shoh, pse? Po se investohet, pra, ajo është i dënuar, ai që futi atje vrasësi. Netanyahu, i ndyrë. Ajo është i dënuar dhe rrinë atje sepse e majnë këto shoqërie, këto 4, 5, 6 familjet, 7 familjet që sundojnë botën të e keqja, se si do vinë rregullimi, si do vi shkatrimi botës. Kështu pra, kështu do vi me kohë, ja po vjen koha, nofta që thotë ai që do ringjallë dhe do ridali Jezusi që thonë këto ose Hazreti Isa i themin e. Dhe do sundoj për 50 vjeta për sa ka caktuar Zoti. Masani mrapa do bëhet kush do të coptohet dhe shkatrohet. Por që ne, o Zot, thoshe gjyshi bëjt mire huën det, ka baba se e kitë Zoti vetë. Edhe që shkon e bon. A do të marrë, si tani me këtë situatën si nga Palestina, po tani ka kaluar edhe në Iran. Ku do gjithë botën? Për gjithë të luftre që po ndodhin. Ku do më rëmuj? Duke sikur kanë ushqyer jo vetëm për atë zonë atje, por për gjithë botën një lloj paniku, edhe këtu në Shqipëri, sikur njerëzit kanë marrë një lloj tremje, një lloj frike. Po se kjo intereson aty për aty në aty. Po ushqim frikën tek njerëzit? Investim është kjo gjithë. Investim edhe kjo është para caktuar. Investim është. Shifën e këtu kur bëjnë në jo bam mund bëni i shkel syun buçiçit atje, futi raketë thotë për shembull.
A mund E në bëhet vetë merë valizët ose i ka morë valizët dhe Na përzejnë i edhe ka mush të ato bankët, gjithë hikin vetë ato, e në thonë, varë hebet po. Vetëm vrapsh. Ku për pysë po, ka shpirte i s'ka familje, s'ka pas familje, asë njëri, gjithë shojnë cop-cop. Aty e lidh gjithmonë, po mos ketë familje, domethënë nuk Po s'ka shpirt pra, s'ka jetë shpirtore, s'ka, po s'pati familje si keka, po s'ke shemull familje vetë, si të bos shemull i shoqërisë ai, si keka kjo shumë. Atje zgjidhen njerëzit, ose po s'jetë domthonë që t'jetë menaxhos i mirë pra, ja menaxhos burr. Në thonë edhe tjetër, shkërqimsani, i thoi firmasa, jo, iku. Nuk e firmasi, ke ministri financave. Se firmasi, hiku. Sot gjithë. Si mirë, i burr pra, po qëndroj, po kush mund të sa mund të ka burr. Unë kam njoft një herë që kanë qenë në stafin atje, në stafin e juristëve, të kryeministit, fiksat në staf. Këti të shi. E në iku e hoqi. është pedagog në një nga universitetet rrethëve, e në thëmu, o Timo, se firmasa, këto, inseneratorin. Për insenerator? Nuk më përqirë, nuk firmasa, shkovën shpe, a i më thotë që, më thotë shefi, i kështë thonë ky, shefi i stafi. Shefi thotë që edhe, më thotë shefi që, shqip në pun tjetër, Ajt, ka qishtë? Ne shkojnë shpio, më thotë, babi e mylla atje, si e mylla, po hikë nga atje, do shumë në më hoqen se durët në kokë, babi, thë lotët, pse më rëponë të? Babi, si thuti, të shkojnë në burgun, po jo se nuk të qonë të në burga i nuk është, po jo të firmosja unë, po unë të dajë si ke, se bojsha do të, se bojnë atë. Se bojnë atë, e boni ky, thë, Alki Blako, e firmosja i thë, shkojnë në burg. Kur vjetë në do në thë, kur e dënunë atë, e thënë, babi, ja firma. Le të të pull babin balë, të të pull babi, të dhe në lëtë babi, thashtë, sa mirë ke bërë, zemre babi, të do zoti shumë e kështë. E rojti zoti. Pra njëri ju, pëse ishe robi putë, e robi mirë shumë. Shumë i e të rojqe e mira më shumë se sa i keqja. E gjitha saj, ore, aji hypë autobusit kur vjen nga universiteti, nga durë, se universitetet është këtu e tjera, për nese. Me autobus më rëbut, me autobus. Këshiltari jurist me atje Edi Rama, i kryeministrit, me autobus më rëti, ki qetë, ki urë, qëni mirë, po pse ju atje, se s'kishe praje, nuk e jeton dhe do. Sot po mbizotron kjo tjetra që ata që hedhin firmën, janë bërë pis, pra shumë, prandaj edhe i qëndron atje. Po do të paguin pra po le të qëndrojnë. Le të hajë gjithë harun. Nuk mërzit kjo gjë. Po i pango për hiç fare. Po i keq, unë shikoj Zot, falenderoj Zotin, ka pas Zoti më të mirë. Pse? Shikoj punën time. Jo partia, unë s'po themur, po nuk mund të thuash ja set kombëtar partisë që vrau e preu që gjyshim kaq dënym tokë, ana kur ve funi të shë morën tjerë, dhe unë s'kam halas me këtë. Ti e thua set kombëtar, ti pse e thu bashkëvujtës, bashkëfajtor. Po pse çfarë kishe unë ti vujshë? Pse kështu qeka? Këto e thon djatut. Se kush e ka thonë s'ka rëndësi, unë e di se kush e ka thonë, për s'kom se të them ty. Po, qartë. Atëherë, dhe më thonë jenë me njëni tjetërin. Atë lotëm shumë. Jam bashkë, jam bashkë. Po e tregojmë çdo ditë më shumë. Se i shërbejnë në tjetën, pra. Po e në thoshun pra, po e majnë ato atje, se e në ato për bunë kryeministër ty i shërbejnë aty në, se një tek doli kryeministër, një tek doli nga ne. Shqipërinë pas 10 vitesh, si eshe? Po kismet, dhe di mo i Zotë. Ne do lutmi, inshallah. Zoti është domethënë bën mrekullinë sa hapë më syt kur thotë gjyshi. Drejtuesit e kulteve fetare, kur ishe ushtar atëherë, pesh ato në mbarvajtjen e shoqërisë shqiptare. Kur isha ushtar atëherë, pash një ëndër unë i thash gjyshit. Pash një ëndër që herë molle e u shkuli plep i madh. Me që thëti si do bëhet nesër për ne, domethënë mazodish. E i thash gjyshit, çu pash një ëndër, babi thosh gjyshi atë. Thash, thomu, plep i madh u shkul. Mos bzoj thomu nga baba. Pse çka? Tho, do vriskën, do vdesin në një pretë, inshallah po vdesej, tho për enverin, tho, të shpëtoj këtë popull, tho, që. Tak, e hon me mesqeu, e ke vratë, që dhja molle. Të bërë një habi kjo? Tho, si e kje, zotë që gjërë, hondër pra hondër. Dhe më thonë që e di, i thoshë, pap ku bote, jo, tho, po përdesh zotë, tho, sa hapë më të sytë, bënë ka baba, tak, qëlloj, gure, gjone, pare 97, 95, 96, pashë se kur vinin gurë nga kruja nga malet s'kon, ondër, burrësh, e ne ishën punët herë ke këto, ke bashkishe prapë, e ne thosh këtë ondër, thosh pash ondër mbron, thosh se ku vinin gurë nga malet e Skënderbeut, jo, ja thosh edhe ke puna, babës, po. Ke malet e Skënderbeut, thosh, jo baba ka qenë. Kishë ndrujet. Pa dhe gjatër me shpirt, Po i thosh ke puna, është ai,
që ishte atëherë aty. E ç'a ndodhi pse? Ne thoshun pas se kur vinin gurt mëj nga malet e Skënderbeut thash. Ua, që me di mo. 97-a. 97-a që u bon 97-a. Trazirat. Që u vranë, u coptuan populli kush. Po ju se dini, po unë si ka vajs, lebrit vlonjat u ngrejtën atëherë për të vra qeverinë për ta këtu. Ka vajsit prin plepat të rrugës atëherë, ne thonë, hajde po ja majti këtu. Dilën atëherë se donin qetësi pra. Donin qetësi. Pa ata donin se donin pushtetin se ja kishte marrë Saliu, e ne bon 97-ën këto për të rrezuar Saliun. Vetë kur dis me këto gjinushet e këto Petrokocët e këto. Gjithmonë ajo skema po shkumbinit ka qenë gjithmonë në sundim Shqipërisë. Ato ishin 4 vjet. U bën 97 nga Saliu. 4 vjet e lën Saliu ato. 4 vjet e lën pushtetin e thonë ato, o po se po fuqizohet. Meqense më hyri kjo temë tani. Ka vajsi të dorë e thonë, hajde po si huam gjithë shkumin, thonë dulën atje. Pa e bën për salën e pa e bën për qetësinë. Po jo për qetësinë e vendit. Nuk e bën për salën. Po jo me çfarë për qetësinë e vendit, ato kanë zgjedh 4 herë salën atje, na si gjos ka bë salën. Po prap doshi si gjatë shkulmi nga çka kemi kaluar këta ne atë të bajtën. Tash ta provojmë një herë këtë, ç'është kjo kështu. Po ne bëj dhe mandati, 2 mandate, këtu më 4 mandate, këtu kjo është sot. Vetë lutem shumë, po ne e bën Kavajsit, kurse këto dalën për misione, Mirdita, Lavëria, Torcevërci, ora po Shqipëria më që ka bën mërdaja, ka qenë Kavaja, Durrësi e Tirana këtu kanë bërë gjithë to mërti, morti bot komin na çmenën në burr, nuk hapin rrugë mërti. Nuk të hapin rrugë mërti, jo s'hapin rrugë, po nuk të lënë me jetura hapë mërda, pra, do vinin këtu se 4 vjetë, po ti më rezjo edhe Saliun, kryeministër që Meksi, por do më thonë me që ishte shtetë presidencial atëherë, ju gjallë së ndo, po mirë më ti kur e peki ishte keq kjo. Se s'doli her protestë ty qënë të firma, i myllë një firmat, jo, i lënë vetë mushën kësho, e në atë fillun ke, në Vlorë, ato ishin vetë, ato fillun atje, hajde më do vrasën dhe prej, ngrejtën simbolin sërb, frakt qupët e qënë të Petrokocët, kujtohet simbolin sërb atje me të regishtët, jo e ngrejtën këshoto me të regishtët, simbol sërb për ku t'i gjonë. Një shqipët e ushtari pa njoftë të tudi, kjo ushtarin e pa njoftë të tudi, simbolin sërb ka, që është me grush këshoj, simboli sërb. Kurse Suleman Vokshi e kanë vënë tokë, aty kjo është themeluesi i Tiranës. On tokë, kurse atë me grusht që u vra kot atje, domethënë që tha rrof partia, nuk tha rrof Shqipëria. Ti ke sot gjithë që thon rrof partia komuniste. Nuk thot njëri rrof Shqipëria. Ato janë heroj që mën stafat e këto, që mën stafu vra kot, nuk e shpërpin, po pse ne thushë ti heroj popullit? Mund të ketë bë punë partie, po jo punë Shqipërie, punë për të çliru në front atje në front. Ka luftu Muslim Peza më dha, dinë rrugë këtu, rruga Muslim Peza, ose Nusa Krama, që kanë luftu në Pezë mërdaj. Kanë luftu 4-5 vjetë mërti, sa ka qenë Gjermani, Italiani, kanë luftu Muslim Peza. Ja, kush Vasil Çantën? Që punë Vasil Çantën? Mos rrogën e ishi partisë pra i putë, i bonin vej këto, veti vrau. Rrugët e Shqipërisë dhe institucionet ndryshme kanë marrë më shumë emrat e partisë. Pa i zishin venin të në këto e tem gjinushet e spirokolegëvet, e këto gjone për një i vranë këto ato, vranë atë Peqincën e shkret. Ishte komunist pra gjinishi. Mustafa Gjinishi. E vranë mës, e ishin kalde, e vranë mës shpinë, tang e vranë. Pse, se i zitë vetë, se ishte dikushi pra kishë një hapë se i zitë venin tëne që do bite në veri ushtarëve të vetë, tëne me metë shereve, tëne vrasësve tjerë, gjithë tëne spiro kolegëve, koleka, dhe po ishte atje njugu, po spiro që për të hanë bukë atje se ishe një, e këto gjithë për këto, e tem gjinushet e qënë të kuptot të jo, po jo, që po, atë mërdi, e kuptot të po jo, këto mërë janë një këto e në lanë, ja, nuk bë robi kësho, robi, vlerëson, tjerët. Çfarë ndodhi më tjetër atje në 97-ën në Kavaj? Mund na thuash disa detaje tjera për këtë me plepat që prejnë plepat disa detaje? Po i se do vishin ato u qetësuam, shqyqy Zotin mashim harmoninë me unitetin, kush na mësoi ne feje pra? Feja, pra. Thoshte, hani, ora mund thon pra bjerët e futën në shumë, thon edhe një mik tjetër nga lushin për të çuqë Xhaferi, jo. E ne kështu bëj shumë Kavaj, jo s'du. Ose ana ato që i humur thon, kështu ka qenë prej Zotit. Po. S'do të kishin bërë, po na u rrek menja. Për 10 lekë, e në zjo, zot në falë. E në zjo. Po jo, burë, do vishti këtu, do hus, do vraq atë, do vraq këte, sepse në tu vraq. Më thuj një, kishë në bandit, si ato që ishë në tjenë në Vlorë, kush janë ato që kapën të i prunin ka calës, i prunin.
Aldo Baret e qenë ato gjonë tani. Ato shytët e qenë ato gjitha nga Vlora ku qenë ato. Kishën një me emër Shkodrë për shembull që ishin si zancaushët e këto gjonë. Jo, atje pa dolin gjithë zancaushë që shoqëruan Romano Prodin, gjorgatën e ty, bon shtetin e vet. Pse s'doli një nga këto si bandit mund që dilën në Shkodrë ose në Elbasan si doli vetëm ani pse po janë investim pra janë se na mori Maloku thoshin na mori Seliu se dinë ato ke qenë te Pelena po Vlorë sa male ka ne ose skrapar. Maloka së dushër. Kjo është ushqyer si ndasi që të krijojnë përçarje. Pra, se kështu don serb, kështu i thot serbët tonë, boni kështu se i dinë ato, i bëjnë me plane. Çallë sundo. Ku i mësojnë veri vetë, që dëgjojnë veri ose dëgjoj edi, po ja çojnë plan me ti zbato këtë thonë na e bonën një kështu si janë sot. Çi futi më. Sarosi on 90 sa vjet që herë mos se këto pra atë Epsteini si ka këto janë shërbejnë që kur bom marrëveshja. Po situatën e luftës, Stalin, situatën e luftës. Këto janë Shqipërinë e kanë serbë. Kush luftë? Kjo luftë që po ndodh tani midis Izraelit, Amerikës dhe Iranit. Na rujt Zoti se mund të bëhet lufta e tretë, se më thon jo e punë. Ndor Zotit jemi. Zoti na rujt. Po Shqipëria sto asjen jo vënë vogla. Reagoi ambasada amerikane. Po reagoi për punë të vetë. Ministri mbrojtjes tha këtu keni, s'ka nevojë për panik, thë kemi marr masat. A jemi ne kemi këto e fusi kot, do thon le të haj popullin azion. Domthon e thotë llafë po si intereson. A jemi ne domosdoshmë si shtet nga aspekti ushtarak, domethënë jemi të përgatitur për të si jemi as i gjomër burr që përgatitur me qenë përgatit, unë shkoj të luftoj atje për të mbërrit lekët e Tiranës, ato vjedhët e Tiranës shkojnë, apo të Belindës, apo tjetër. Kjo si na vjen lufta këtu, nuk shohesh me luftuar? Po s'është luftë për atë kjo. Nuk është luftë për atë. Po luftë për hajdutët dhe për Epsteinët, po mund të thonë tradhtar, mund të thonë që je tradhtar, nëse ti. Kush do të thotë mua? Po rrugasët, po ato Hysnil Lepenica tha rrofë Shqipëri e lirë, ato quajtën armikët e Hysnil Lepenica se ishte me ballin. Kurse ai që thotë rrofë Partia Komuniste e bon adhetar. Pse këto do besojnë, po mbrap më për këtë. Unë du se kom amaneti Zotit. Adem Jashari isha adhetar, ishe muslimon, Indrit Cara isha adhetar, lo Anglinën në shkoj atje. Se për me njëri, pse so nga Vlora, nga të Pelena, e ne nga jugu. Po është nga Kavaj, e me mje Kavajs. Ke prasyshi? Po Kavajs e pra që ka bo zemën Shqipëris, pra ka majt me e ka janë në rëpë Zotit. Ja, si do një rëpë të Zotit, du shejton. Shejton pra për ne. Po Kavaj nuk ka shejton. I ka kësho, në ne kanë vonë bëdëlligu, ose po isa buletin muslimon, Adem Jashari muslimon, Ymer Prizren muslimon, gjithë muslimon, pra ose tjera, gjithë. Që po të bëjmë në ty, jo ora, dumë. Po për prishjen e sistemit 90-91-shin, që erdhi nga Kavaja, a të kujtohet diçka? Si e mban mend atë ditë? Po më kujtohen. A ka qenë Kavaja realisht? Unë isha këtu atëherë, po. Kavaj ishë për demokracinë, që atëherë se thotë të ndrojmë pra, të çlirohemi, kapim gjonë e re, që thoshe në njerëzit tonë, familjes. Po Kavaja ka qenë, jo? Te dim, por në fillim atje plasë, atje filloi, po. Po çfarë buni Kavaja që të shkonte, të krijonte këtë du filerisë pra dhe besimin në Zot pra. Po jemi rob të Zotit më, atëherë kemi zhduk xhamit e ne kishët ne. Kemi ortodoksët po kemi respektuar më dashje kemi respektuar tamam janë zemra jonë, janë vëllezërit tonë. Vëllezër, domthon si gjak si shqiptar, po jo në fe. Ai ka fenë vet, nuk ka fenë time, s'ka ne jo. Po e thon, ama ti musliman. Po pse ç'bë bëj, ç'a keti me mua? Je rap ti je turk. Ç'a ka bëu turku, po ti mos ishe turku në 97-ën, do të vita Athina këtu më mes Tiranës. A ka ardhur sot Athina sot? Po thojo. Po janë kështu, janë politikisht, janë gjitha gjonët i sundojnë kështu, por unë nis atëherë ajo, i tho Çilleri, kryeministi i Turqisë, i tho Greku, ti thon në Tiranë, thon për 24 orë të vinë në Athinë. Ç'a të ke nga turku ti? Ne vetë kalon ke 100 vjet. Europa të kalon si kanë mëzdere, pse s'merr? I fshati Europës jeti, tak, sa mirë mori Rumunit dhe Bullgarin, pa kushe, pa gjoft, tak, hajde, thënë Europë. Po ti pse s'mori? Pse s'na marrini? Marrëveshjet e Serbisë, pra, dhe bëjnë federatën sërbe, me gjithë ata kalon, me gjithë keca e dhina, to tjerë, mos po i them tjerë, jemi rrallë, ma këto se isojën, sikur që bëj Vučići këtu, tjetë në komë, sikur tjetë ky isojën. Si që theti pak më lërë që edhe më keq. Vlezën jenë, më keq bile sa ai po të shot do kujdesesh i qik, se thosha o gjino, do ndodhi kjo tamam, do ndodhi kjo që Shqipëria të bëhet pjesë e Serbisë tamam de facto, ose de jure, de facto përdesa më thua është faktikisht është ajo, ndodhi ligjërisht. Po Shqipëria ka qenë kufi me Danubin, Iliria. Edhe jemi këtu jemi, nuk është një çudi e madhe. Se jemi qikën në racën.
t'ja fusim njëri tjetrit, nuk e kemi edhe kështu. Plus janë fuqit mëdha ato, Serbin e investor, Rusi. Ne opa, për ne bëhet kjo kështu, ne. Po këtu në Shqipëri ka më shumë influencë ruse apo amerikane? Po ruse më kohë Amerikani, pse s'kemi qenë këtu 90-ën, pse s'na marrë me Amerikanin në ky fillim, babam. Atë thosh atë nik, Shqipëria është e imja. Pa, më në burë, është ajo marrëveshje për Roosevelt, Churchill, Stalin, që Shqipërinë e kanë lënë Serbisë, domthon Stalinit. Ne ishim anën e drejt luftës, thonë to komunistët, kurse Grekos pas e kanë anën e drejt luftës. Që ishte në Europë, ne i përluftojnë në Gjermanë, edhe ne luftojmë, ne ka qysh me anë e drejt anë e shtrenjtë. Kush ishe anë e shtrenjtë? Ishe Snil Lebenica, apo Mujrol Qinaku, apo Paskupi. Mujrol Qinaku dolin e temë vlasë për me njëri parë, dolin front ball për ball, italiane dhe Pse? S'është la prapë. A beson di ke historie që jepet sot në për shkolla? Rrein komplet gjithë. Po, histori, po pse rri këtë akademia s'kënë gjenushi? Se kanë halarë në hyke, pra, ne do bëjnë, në rrezik. Se Akademia e Shkencave është po e këtyre, po i serbëve është? Po i shërbimit sërb, pra, derisa riskën e gjenushi atje, për çfarë riskën e gjenushi atje? A ka qenë ministër, kush thot që është më i përgatitur? Po përderisa rrinë. Thot Rokçupi. Thot Ida Beqiri, tjetri, kush janë? Ç'm duhen mua ato? Po them ta përjashtojmë politikën në politikën e bën shumë pjesë. Saktë. Politik Rokçupi është atë që llap pa pushim, po s'kënë gjenushi ka qenë ministër i arsimit kohën e Enverit, aq në fund biles. Në fundi ka qenë ai. Skepse ashtu, skepse bon, s'kënë gjenushi kryetar Akademisë Shkencave, keqën. Ka burrë domon sa dush, po jo, si duhen. Jam çef burrët. Jam pak. Po jo, si investor, si përkryer njëri thotë rrisa ha, fusim bugna. Pak. Mu më thoshte një deputati socialist ishe robi im, domon e një firme, i thoshin çfarë? Do flasë mu për në fund. Po si në fund? Po prit ta mu në fund, those. Do flasë të shqipa kam lëmë në fund hiq. Adhe jo. Ose unë i thashe edhe një tjetri. Mi thoshun, qa bëtë që? I thoshun, Arben Blumit me i thash. Pa. Që është kjo? To lanë balë, është me sundu venin, që boni qërap Elbasani, thash, i copë katonarë një, thash, nga dërgosun, që vetëm për ke kompleksi derëve me la derë, thash, unë atje, për atë punë, për qa është tjetër, në kryetar i grupit parlamentar, thashun, sirë, thashun, skandal i Shqipërisë, ose kryetar parlamentit, thashun, kjo është, nuk është Partia Socialiste. Partia Socialiste, thashun, unë e kam këtu dëshi, se këti nuk është gjë më, pse? Nuk ka më socialiste, unë jam socialist, është, po socialist suedez, francez, thash, po jo këto, s'kan lidhje, pse? Po qysh socialist këve? Tha mu hajtë, tha mu, se kësho bo kudo, po mirë pra, po jo, shkatroni shteti shqiptar. Që ta mbyllim një mesazh bukur, ta lëm pak politikën, për një mesazh një mesazh shqiptar, për shqiptar dhe për rinin shqiptare. Rinia shqiptare t'jenë më tepër familjar, më tepër me babën e me nanën, një gjojnë që thot nana e baba, që donë familja edhe, çdo veprim që të boj, veproj si ku të bon dhe i tjetër i tyve. Këtë veprim do të pëlqen dhe ty, jo, mos e baj, rujo asaj, dhe gjomet e prisë, ato gjonet e në lume, drogët e të gjonet s'kapë se merën fare, se mos ja regen, se çdo gjë është njelët tu. Nuk është se... Janë kënaqësia fashkundre që të dëmtojnë. Djerë sa ballit është që nuk hum kur, edhe e mira. Sikur edhe një fjalë e mirë, është një vlerë e madhe për ty. To tjerat janë kop. Fjalë e mirë. Dijeni, lexo, edhe venin zbatim ato që janë për... Po këtu Zoti rregulloft, se është bojnë qik. Të dhem kjo shpëtim? Të dhem të mërzit, të vret? Kjo dhimbje është e gjithë. E gjithë jeta këtu është dhimbje. Derisa thoshun, derisa s'kan boj i spital aty me 100.000 banor, pa i spital që ka kemi 100.000 banor, është për njëti dhe sot për 1 milion banor, vari hebet se punë, tu s'kujdeset njëri, duhem vetëm mush i thasët. Vari hebet se punë. Të plasi lufta, thojnë tonë, ti mojmë thasët t'ikim. Edhe t'i lejmë direkt, një plas tu, ti mojmë thasët. T'i lejmë gade t'yre tjera. Lejki kanë mushën e jeto, plot. Një pa punu fara, pa i thonë njëri punë marë, ka të lodoj. Vari hebet, Zotë rregulloft. Zotë shpëtim, të falenderoj shumë për këtë bisedë kaq të këndshme dhe me shumë mesazhe dhe për një njeriu të vërtetë dhe shqiptarit vërtet. Mirësi dhon Zoti. Mendoj që kështu do të jemi të gjithë duke filluar tek unë dhe për shumë shqiptarë, nëse do të shumë njerëz të tillë. Zoti bof mirë. Dhe unë të vlerësoj shumë. Falenderoj shumë. Turit Zoti kesh net dhe në rim pas gjithë jetën tatë edhe ti inshallah rrofsh. Mi qëroj që të merrni më të mirë nga kjo bisedë thjesht me këtë njerëz të nderuar, cilën
unë e du fort, që kur e kam taku për herë të parë, ka përcjellë mirësi dhe ajo ka reflektuar edhe tek gjithë ju, teksa e keni dëgjuar intervistën që ka dhënë shpëtimi. Sot lam një takim për të bërë një bisedë pak më të gjatë, për atë se si ka ardhur vazhdimi i Shqipërisë, pra sa ne mundohuam ta prekim në këtë bisedë. Ju përshëndes dhe të jeni mirë.